Pamfleti ka siguruar evidenca të mjaftueshme se rrjeti Amanti Josifit jo vetëm që nuk u shua pas goditjes së nëntorit 2022, por u transformua në një strukturë më të sofistikuar kriminale, duke kaluar nga call centrat fizik në një ekosistem digital mashtrimi me fasadë asistencë për kriptovaluta, ndërsa paratë e pastruara po derdhen në Shqipëri nëpërmjet një rrjeti prestanomesh, kompanish Guacka, fast foodeve, bareve, taksive, kompanish marketingu dhe investimeve në kulla e komplekse vilash. Lidhja e tyre është aq e ngushtë sa sipas burimeve mediatike dhe hetimore, ish punonjës të call centrave të Josifit që në vitin 2021 merrnin rroga modeste si operatore menaxher të nivelit të ulët, në vetëm 3 vjet janë shndërruar në pronar kompanish ndërtimi që investojnë qindra mijëra euro kesh dhe zotrojnë apartamente me vlerë miliona euro. Si u transformua skema kriminale? Në periudhën 2015-2022, rrjeti i Josifit funksiononte si një infrastrukturë mashtrimi në shkallë industriale, platforma false investimi si CryptoCartel, Aurum Pro, Virtual Stocks, Absolute Global Markets dhe dhjetra të tjera, të gjitha të koordinuara nga Milton Group, përdornin software të specializuar për të simuluar tregtimet. Operatorët e trajnuar silleshin si këshilltar investimi dhe menaxhonin viktimat përmes një CRM-je të avancuar. Dëmi total i pretenduar nga autoritetet spanjolle arrin në 2.4 deri 2.5 miliard euro. Por kulmi i kësaj skeme nuk ishte vetëm mashtrimi. Sipas dosjes gjermane që çoi në dënimin e Mikael Binashvillit, i njohur si Mishka, software i Puma ATS nuk shërbente vetëm për operacionet e Milton Group, por ushitet e grupeve të tjera kriminale. Gjykata gjermane i atriboi 10 milionë euro dëm shtesë operacioneve që përdorën këtë software. Kjo do të thotë se Josifi dhe rrjeti i tij nuk ishin thjesht pjesë e një organizate kriminale, por përfaqësonin një model franchising kriminal të shpërndarë në Shqipëri nëpërmjet prestanomeve të tij. Pas bastisjeve të Spakut më 8-9 nëntor 2022 dhe arrestimit të programuesve e administratorëve të call centrave, Josifi u arratis në Dubai, por rrjeti nuk u shua. Ajo që ndodhi në 2 vitet e fundit është një transformim i thellë i modelit kriminal. Faza e re, asistenca kripto si fasadë zhvatjeje. Nga viti 2024 e deri më sot, hetimet kanë dokumentuar se rrjeti i Josifit ka kaluar në një fazë të re veprimtarie e cila maskohet si shërbime legjitime asistence për kriptovaluta. Në Instagram, Facebook, TikTok dhe Telegram, profile dhe faqe që duken si kompani këshillimi financiar ofrojnë asistencë për investime në kripto dhe shërbime konvertimi kesh në kriptovaluta. Në pamje të parë këto janë biznese legjitime, por sipas të dhënave të siguruara nga hetimi, ato përbëjnë fasadën e një skeme të rezhvatjeje. Viktimat kontaktojnë për të marrë ndihmë për investime dhe më pas ekspozohen në një procesi të mirë organizuar mashtrimi. Modeli 3% fee për konvertimin e parave të gatshme në dollar është vetëm hyrja. Pasi viktima futet në sistem, ajo tërhiqet në platforma false tregtimi, ku fitimet janë të simuluara dhe tërheqja e fondeve bëhet e pamundur. Birn Balkan Insight ka raportuar se Shqipëria është kthyer në një hub të industrisë së mashtrimit financiar dhe se vetëm në vitin 2024 SPAG kishte 11 hetime aktive për mashtrime me call center nga grupe të strukturuara kriminale. Por ajo që po ndodh tani nuk është thjesht një vazhdim i modelit të vjetër. Sipas të njëjtit raport, skema moderne nuk mbështetet më vetëm te telefoni, por te një ekosistemi tërë, software, CRM, faqe web me jetë të shkurtër dhe social engineering, pastrimi i parave në Shqipëri nga call centrat e ndërtimit dhe rrjeti i fast foodeve. Por pjesa më shqetësuese e këtij transformimi është mënyra se si po pastrohen paratë në Shqipëri. Pamfleti ka siguruar evidenca të mjaftueshme se fondet e gjeneruara nga mashtrimet në call center dhe tani nga skema e re e asistencës kripto po kanalizohen në Shqipëri përmes një rrjeti të gjerë prestanomesh, kompanish Guacka dhe investimesh në sektorin e ndërtimit, fast foodeve, bareve, taksive dhe kompanish marketingu. Pastrimi i parave nuk ndodh vetëm përmes ndërtimeve të mëdha. Pamfleti ka dokumentuar një rrjet të tërë kompanish Guacka që shërbejnë si shtresa të shumë fishta për të humbur gjurmët e paras. Në të njëjtën adresë ku regjistrohen kompanitë e ish specialistit të bashkisë janë regjistruar edhe subjekte të tjera si kompani taksi, biznese prone, holdinge dhe disa persona fizik që kanë krijuar aktivitete në vitet 2024-2026. Këto kompani nuk kanë aktivitet real të krahasueshëm me flukset që kalojnë nëpërmjet tyre. Ato përdoren për të krijuar një fasadë legitimiteti dhe për të shpërndarë fondet nëpërmjet faturave false, kontratave të shërbimeve dhe pagesave të ndërsjella. Bën përshtypje fakti që në të njëjtën periudhë disa prej ish-punonjësve të Josifit janë shfaqur si pronarë të fast foodeve, bareve dhe kompanish marketingu në Tiranë. Ky është një model klasik pastrimi parash, biznese me qarkullim të lartë keshi që përdoren për të legjitimuar paratë e zeza përmes faturave të rreme dhe deklarimeve të fryera të xhiros. Aleksandër Josifi, babai i Amanti Josifit, figuron si administratori i disa kompanive të themeluara gjatë viteve kur i biri po ndërtonte perandorinë e call centrave. Kompanitë në emër të tij kanë pasur si objekt veprimtarie tregtinë e materialeve të ndërtimit dhe shërbimet e transportit, por sipas hetimit, ato kanë shërbyer si shtesë për kanalizimin e fondeve drejt investimeve në pasuri të paluajtshme, duke ndjekur të njëjtin model prestanomesh që përdoret sot nga ish-punonjësit e rrjetit. Pyetjet që mbeten pa përgjigje. Prej sa kohësh është vënë SPAG në lëvizje për prestanomet e Amanti Josifit? Sa kompani Guacka të lidhura me ish-punonjësit e call centrave të tij janë identifikuar deri tani? Sa herë janë raportuar këto kompani nga institucionet financiare për transaksione të dyshimta? Kompania Construction 21 e lidhur
drejt me Amant Josifin dhe ortakun e tij Gjergjan Revaz Sakadz ka kryer punimet e rrjeteve të KFC-s dhe Pizza Hut në Shqipëri. Sakadz, i njohur në dosje ndërkombëtare si ideatori skemave mashtruese me Forex në Europë dhe ortaki i Josifit në call centrat e Milton Group, figuron së bashku me Alexander Josifin, babain e Amant Josifit, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group, e dyshuar për pastrim parash. Për të fshehur lidhjet, aksionerët kanë dalë përmes kompanive Construction 21 dhe New Standard. Nëpërmjet kësaj strukture, qindra miliona euro të zhvatura nga viktimat europiane janë kanalizuar në ndërtimin e rrjeteve të fast foodit, duke e kthyer KFC-n dhe Pizza Hut në një nga lavatriçet më të nda të parasë zezë në Shqipëri. Vion. Prej disa ditësh pamfleti po publikon të dhënat e pasurive të zyrtarëve të deklaruara në ILDKP, ndërsa sot ndalemi tek kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, për të cilin viti 2024 rezulton të ketë qenë financiarisht i favorshëm. Sipas të dhënave të deklaruara, Celibashi ka shitur një apartament me sipërfaqe 271.73 m2 me vlerën 430.000 euro, duke shënuar një nga transaksionet më të rëndësishme të vitit. Në të njëjtën kohë, ai rezulton me llogari bankare në shumën 2.746.361.73 lek, si dhe një shtesë në valuta të huaja prej 238.995.73 euro. Në deklarim përfshihen edhe huadhënie në vlerën 50.000 euro, ndërsa një tjetër huadhënie prej 155.000 euro rezulton e mbyllur pasi nuk zotrohet më. Të ardhurat e tij përfshin edhe 6.800 euro nga qiraja, si dhe paga të konsiderueshme, ku njëra lidhet me një vendim të gjykatës kushtetuese në vlerën 1.063.824 lek, e tjetra arrin në 4.790.600 lek. Edhe në pasurinë familjare rezultojnë shifra të larta, ku bashkëjetuesja, motra e Fatmir Mediut, deklaron llogari bankare në 5.423.013.80 lek, ndërsa evidentohet një paksim prej 54.103.86 euro dhe një tjetër paksim në vlerën 13.200.526 lek. Paralelisht, ajo ka shtuar 238.995.73 euro në llogari, si dhe zotron një tjetër llogari me 2.174.617.81 lek. Në deklarim përfshihen gjithashtu të ardhurat të tjera në vlerën 37.703.683 lek, duke e bërë vitin 2024 një nga më të pasurit në aspektin financiar për familjen e kreut të KQZ. Dubai ka shërbyer prej vitesh si një qendër strategjike për disa nga figurat kryesore të trafikut ndërkombëtar të drogës me origjinë shqiptare. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë se ky destinacion nuk ofron më të njëjtin nivel sigurie si më parë. Rasti i Denis Matoshit, i njohur edhe si Eldi Dizdari, ilustron këtë fenomen. Ai konsiderohet nga prokuroria e Firences si një figurë kyçe në trafikun global të kokainës, i arrestuar në Dubai në vitin 2020 me kërkesë të Italisë. Ai u lirua një vit më vonë. Zyrtarisht, lirimi u justifikua me skadimin e afateve për ekstradim, por sipas hetimeve të prokurorisë Reggio Calabrias dhe policisë gjermane, lirimi dyshohet të jetë rezultati një rishfeti prej rreth 4 milion eurosh. Në dokumente përmendet një komunikim në një platformë të koduar, ku pretendohet se Matoshi kishte qindra milion euro në banka në Emirate dhe kishte arritur një marrëveshje me autoritetet për të shmangur ekstradimin. Autoritetet emiratase nuk e kanë ekstraduar ende, ndërsa burime hetimore theksojnë se vendimarrja në raste të tilla ndikohet edhe nga vullneti politik për shkak të mungesës së pavarësisë së plotë të sistemit gjyqësor. Ekspertët e sigurisë e përshkruajnë Dubain si një qendër të rëndësishme për pastrimin e parave në shkallë ndërkombëtare. Ekonomia e qytetit ka përfituar ndër vite nga flukset e kapitaleve, përfshirë edhe ato me origjinë të dyshimt. Megjithatë, presioni ndërkombëtar dhe reformat e fundit kanë sjellë një rritje të bashkëpunimit me autoritetet evropiane, duke e bërë më të vështirë operimin për grupet kriminale. Sipas të njëjtave burime, Matoshi ka investuar miliona euro në pasuri të paluajtshme në Dubai, përfshirë vila dhe apartamente luksoze. Praktikat të ngjashme janë ndjekur edhe nga trafikantë të tjerë shqiptar, të hetuar ose dënuar në Itali. Një tjetër figurë e përmendur është Arben Zogu, i njohur si Riki, i konsideruar pionieri i kriminalitetit shqiptar në Rom. Pas lirimit nga burgu dhe dëbimit nga Italia në vitin 2022, ai u vendos në Dubai, ku kishte investuar më herët. Sipas hetimeve, ai dyshohet se vazhdon aktivitetin kriminal edhe nga Emiratet. Autoritetet italiane dhe shqiptare kanë intensifikuar hetimet ndaj këtyre rrjeteve, ndërsa konfiskimet e pasurive në Shqipëri nuk përfshin ende asetet e identifikuara në Dubai. Kjo tregon kufizimet në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe vështirësitë në gjurmimin e pasurive jashtë jurisdiksioneve europiane. Si përfundim, edhe pse Dubai mbetet një destinacion i rëndësishëm për investime, përfshirë ato të dyshimta, zhvillimet e fundit sugjerojnë një ndryshim gradual të rolit të tij si streh për krimin e organizuar ndërkombëtar.
Edhe pse kryeministri Edi Rama ka artikuluar vazhdimisht nevojën për mbrojtjen e territorit dhe ka ndërmarrë një fushat të gjerë për lirimin e hapësirave publike dhe prishjen e ndërtimeve pa leje, një auditim i kontrollit të lartë të shtetit evidenton problematika të thella në funksionimin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Sipas raportit, IKMT nuk ka qenë e angazhuar në mënyrë efektive për kryerjen e inspektimeve të nevojshme, edhe në raste kur ka pasur sinjalizime nga institucione të tjera publike për ndërtime të kundraligjshme në zona me rëndësi kombëtare, përfshirë zonat e mbrojtura, detin apo trashëgimin kulturore. Në shumë raste institucionit i mungojnë proces verbalet për konstatimin e shkeljeve, duke mos vijuar më pas me vendime për pezullim punimesh, prishje objektesh apo vendosje gjobash. Raporti evidenton gjithashtu se një numër i konsiderueshëm vendimesh për prishje objektesh të kundraligjshme kanë mbetur të pa ekzekutuara nga strukturat përkatëse të IKMT-s, pavarësisht se janë nxjerrë aktet administrative. Kjo situatë, sipas auditimit, ka ndikuar në rritjen e ndërtimeve informale, të cilat në disa raste kanë hyrë më pas në proces legalizimi duke përfituar edhe parcela në prona publike, përfshirë zona me potencial turistik. Në rastet kur shkeljet janë konstatuar për persona të pa identifikuar, inspektorët nuk kanë kryer kontrolle për të ndjekur ecurinë e punimeve apo për të identifikuar përgjegjësit. Po ashtu në disa procedura administrative, IKMT nuk kanë ndjekur hapat ligjor për të kërkuar në gjykatë lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, duke sjellë zvarritje dhe ulje të efektivitetit ndëshkues. KLSH konstaton gjithashtu probleme në formulimin e vendimeve për pezullim punimesh, ku afatet 15, 30 apo 60 ditë janë vendosur pa arsyetim teknik apo ligjor të dokumentuar, duke cënuar parimin e proporcionalitetit. Në disa raste, pas përfundimit të këtyre afateve, nuk janë kryer inspektime të mëvonshme për të verifikuar nëse ndërtimet janë ndalur. Edhe në administrimin e gjobave janë evidentuar mangësi. Sipas raportit, nuk janë ndjekur në mënyrë të vazhdueshme procedurat për njoftimin, ekzekutimin dhe arkëtimin e tyre. Për disa subjekte të ndëshkuara mungon dokumentacioni për inspektimet pasuese, ndërsa për 5 vendime gjobe me vlerë rreth 43.6 milion lek nuk është kërkuar brenda afateve ligjore urdhri i ekzekutimit në gjykat. Një tjetër gjetje lidhet me mosndjekjen penale të rasteve të ndërtimit pa leje. Nga auditimi i 32 dosjeve që përmbajnë element të veprës penale, ndërtimi pa ligjshëm, rezulton se IKMT nuk ka kërkuar fillimin e procedimit penal, edhe pse shkeljet konsiderohen të rënda. Në total gjatë periudhës 2020-2024 janë dhënë 935 vendime për prishje objektesh të kundraligjshme, por jo në të gjitha rastet janë shoqëruar me kallëzim penal. Pra ndërtuesit që kanë shtuar katet janë amnistuar. Raporti evidenton gjithashtu mungesë dokumentimi në procesin e ekzekutimit të vendimeve. Në 7 raste vendimet për prishje nuk janë shoqëruar me proces verbale të dokumentuara apo prova fotografike, duke cënuar transparencën dhe gjurmëshmërinë e veprimeve administrative. Në aspektin financiar situata paraqitet problematike. Deri në fund të vitit 2024 detyrimet totale arrin në mbi 1 miliard lek, ndërsa vetëm detyrimet e papaguara për këtë vit janë rreth 536.8 milion lek, kryesisht nga vendime gjyqësore të formës së prerë për dëmshpërblime pas prishjes së objekteve. Sipas KLSH-s, këto detyrime kanë rënduar buxhetin e institucionit dhe nuk janë likuiduar sipas metodave standarde financiare. Gjetjet e auditimit ngren pikpyetje mbi efektivitetin e strukturave përgjegjëse për mbrojtjen e territorit në një kohë kur aksionet publike kundër ndërtimeve pa leje janë paraqitur si prioriteti i qeverisë.